Të jesh pranë detit do të thotë të jesh pranë mbretit, por të jesh pranë detit dhe pranë një lagune si kjo e Karavastas është më tepër se aq, një fat, një dhuratë e madhe nga natyra, pasi fauna dhe flora e kësaj lagune është mjaft e pasur. Ndër të tjera, kjo lagunë është më e madhja në Shqipëri, që kap një sipërfaqe prej 4.330 hektarësh. Ndahet me detin me një rrip të gjerë rëre. Me të gdhirë, banorët e vetëm të kësaj lagune janë peshkatarët, të cilit bëjnë gjuajtje me rjetë dhe me grep. Por nuk jam këtu për të folur për këta lloj peshkatarësh, por për disa peshkatar krejt të veçantë, të cilët mund t'i quajmë peshkatar më këmbë, pasi ata mbledhin varaqen, një lloj guacke e cila sot kërkohet shumë nga tregu. Varaqja është një lloj midhje ku në shumë vende të botës konsumohet po aq sa peshku. Mblidhet jo vetëm nga peshkatarët, por edhe nga ta pasionuarit pas kësaj lloj gjëje. Konsumi në rritje ka sjell nevojën e kultivimit të saj në vaska. Vaska të ngritura jo në thellësi, por në brigje. Përpara viteve 90, shqiptarët nuk e njihnin varaqen si ushqim. Madje as peshkatarët më të vjetër nuk e kanë çuar në mend se kjo lloj midhje mund të hahet sikurse edhe peshku. Nuk është gjuajtur shpejt, është gjuajtur mas 90-s dhe këtej, se nuk njihesh. Nuk dihesh. Nuk njihesh, nuk e konsumojmë neve. Nuk konsumoj. Nuk e frekuenton ndonjëri, nuk ka. Këto 10 vjet e fundit që ka hyrë në përdorim në gjuhë ti. Më përpara ti se ke pasur ngër varaqen më përpara. Jo, ka të xhaxhit, jo. Sa hanit? 89. Po ne. Shikoj të portollakun. Po. Këte e çoshim për terrën. Hate deri portollak. Po, me futin italian 89, ai në Teringa. Teringa që jetë del ndim. Edhe portollaku, po 6.000 kilës. Se këtu ke ne nuk neve si nuk hash levreku për ne, se nuk e njeh. Jo varaqja, po dhe levreku nuk ka, Ne donim qepull. Ne mirëshëm si ushqim hamat, lere mushje thes në breg detë dhe qoja kafshëve ato me gjë tjetër. Po, seriozisht. Varaqen e hanin kafshët. Po. Kurse në këtë moment në mënyrë graduale, edhe nga vetë vlera që po tregtohet, që po shesin peshkatarët, po kap një çmim nobel që do të thotë që është ushqim me shumë vlera. Italianët ishin të parët që u mësuan peshkatarëve shqiptar se si mblidhet varaqja. Madje ata ishin dhe blerësit e vetëm. Ndërsa sot në Divjak, varaqja është kthyer në midhjen më të kërkuar. Nëse nuk e porosit me telefon, nuk e gjen as në restorante. Kërkesa e madhe është sepse në momentin e parë serviret dhuratë, pastaj në momentin e dytë e kërkon vetë më dërgoj përsëri një pjatë me varaqe. Për t'ia futur në lojë mysafirit, normale i afrohet dhuratë, po nuk e njohin. Kurse vendalit po pa njohin edhe kanë kaluar në tjetër status si produkt ushqimi. Divjaka gjitha produktet janë të mira, levrekun, gjuza, sepjet e kanë filluar tani, karkalesit, gjitha produktet janë shumë të mira, por varaqja është një vend specifik. Nëse italianët mësuan peshkatarët se si ta mbledhin varaqen, emigrantët e kthyer e futën në menyn e restoranteve. Ruvi
i cili prej disa vitesh ka punuar në Gjermani si guzhunjer, kujdese që në restorantin e tij të mos mungoj varaqja. Aktualisht është dita e 5 që unë i mbaj në ujë, domethënë. Kjo në çdo ditë unë ndroj ujin e ri që uji të jetë i pasur me oksigjen. Dhe kjo duke jetuar, duke e mbajtur ujë të pastër, duke cikluar gjithmonë, domethënë, kjo jashtit gjithmonë bën ciklin e rreth se nxjerr jashtë. Spageti me varaqe tashmë është bërë pjata mbretërore e menysë së restoranteve në Divjak. Sot do përgatis dy pjata me pomodorini, me domate, domethënë të vogla dhe me pasta, spageti me domate të vogla dhe një varaqe me brokoli dhe domate. Ndërkohë do i hedhim dhe një kështu. Kam punuar me kuzhinë italiane, napoletane. Është shpejt, ka aromën e varaqes. Edhe kjo kushton vetëm 4.000 lekë. Që është një çmim normal për mundin, modest për mundin. Po varaqe nuk e shërbeni në një pjatë më vete pa spageti? Guzhunjerët kanë vënë kontakte me peshkatarët, të cilëve u ablen me 1.000 lekë të reja kilogramin. Pjesa e ngrëndshme brenda guackës është e pakët. Pesha nuk shkon më shumë se 20 gram bashkë me guackën. Varaqja e Divjakës, edhe pse e vogël, ka një shije të mrekullueshme. Kjo lloj midhje ka vlera të jashtëzakonshme ushqyese. Vitamina B12, zinku dhe hekuri janë elementët me përqendrim më të lartë. Nga ana tjetër, është nga midhjet më pak të kontaminueshme. Varaqja e Divjakës nuk arrin të tregtohet për një treg më të gjerë, pasi ajo sasi e pakët që mblidhet rrëmbehet nga restorantet në Divjak. Sa e kërkuar është kjo midhje, aq të kërkuar janë dhe peshkatarët që e mbledhin. Nëse nuk ke një numër telefoni të tyre, është e vështirë t'i gjesh. Ata janë të shpërndarë nëpër lagunë. Për shkak të dumave me rër dhe pemëve të shumta, nuk arrijen të dallohen. Në lagunë e mira është të ecësh më këmbë. Me makina apo motor, rruga ka gjithmonë të papritura. Tre kanale lidhin lagunën me detit, njëri prej tyre është artificial dhe është pikërisht ky këtu, i hapur për nevojat e peshkimit. Baticat dhe zbaticat e shumta bëjnë që edhe rrjedha e ujit çdo ngjashtor të ndryshojë drejtim në lagunë. Thellësia maksimale e ujit në këtë lagunë nuk shkon më shumë se 1.5 metra. Kjo cektësi uji për peshkatarët e varaqeve është ideale që të mund të eksplorojnë një sipërfaqe sa më të madhe. Për të parë se si e gjuajnë, duhet të kesh me vete një palë çizme plastike. Në pjesën e lagunës, që quhet si godulla e jashtme, takojmë njërin nga peshkatarët, i cili po mbledh varaqe kreti vetëm. Të vikti nga mbrapa? Që mos s'ka problem, ha? Tani jam shumë kurioze ta di si e dallon ti varaqin këtu. Me dy bryma, mos janë dy bryma, sa them, që si puna kësaj, po edhe gjera për shembull. Ja si puna kësaj. Brymat, dy bryma, po janë afër çik këtu ashtu. Në Shqipëri teknika e të mbledhurit është ajo tradicionale, me gisht. Kjo midhje rrihet strukur në rër. Peshkatarët
e dallojnë nga dy vrimat që ajo bën njëra pranë tjetrës mbi sipërfaqe. Mbledhja e varaqes me gisht zakonisht bëhet në ato laguna ku ajo është e pakët, ndërsa në brigje të tjera, si në rastin e pjesës perëndimore të Francës, ku kjo midhje është në sasi, nxjerrja bëhet duke gërmuar ërën. Peshkatarët e varaqeve zakonisht enden në për lagun vetëm duke peshkuar, ndërsa më tutje na thonë se janë 3 peshkatarë, të cilët vazhdimisht mbledhin varaqe së bashku. Nuk është e lehtë që të takosh të gjithë ata që mbledhin varaqen dhe ne na u desh që të ecnim përgjatë 4 kilometrave në bregun e Divjakës për të mbërritur këtu që njihet si toka e vdekur. I thon toka e vdekur pasi këtu nuk ka banesa, por ama uji i këtij vendi që i përket natyrisht lagunës së Karavasas ka gjallësa, pra ka një pasuri shumë të madhe, jo vetëm me varaqe, por dhe me telin dhe me gjallësa të tjera të cilat përdoren në për restorante. Yzeir Sina, të cilin e takojmë në breg, tregohet krejt i gatshëm që me varkën e tij të na çojë tek peshkatarët që po mbledhin varaqen. Sa kohë ka që peshkon ti? Sa vite ka? 36. 36 vite? Po sot përse ke dalë? Qa do ka për sot? Ka t'i vrek. Pa? Ka bërdollak me do. Aha. Ata e kam ka për meze lëvreku. Sufi, e? Nga të sufi. Ahmet, e? Gjemet. Do me thënë varaqja vetëm në lagun gjëndën, nuk gjëndën në det. Bregut e kësaj, Godrës. Aha. Në lagun nuk ka në shumë. Në lagun ka në vetëm pjesë të kjo për shembull. Në lagun gjë para rezit. Pa. Ke rezit, laha tu irat. Këtu do me thënë, ka është vendi më i mirë, a? Më i mirë. Po ju vini vetëm me motora, çdo ditë vini këtu, se këtu s'vjet ndryshe. Unë jam privatisht me, ju shumë për qetë. Së më rrehet shtëpi. Më duket se ngecëm. Ecja me vark në për lagun, ndonjëherë bëhet e vështirë, pasi niveli i ujit nuk është gjithmonë i njëjtë. Vende, uji bëhet mjaft i cekët. Sa mirë që mora çizmën tonë. Po pas nuk veshi çizmën e gjatë. Po stovi. Për gjinaturës. Tre kalamaj. Rritët e 3. Pa. Një parë kam 85, 83, 80, 83, 85. I rritë me këtë punë, Me këte. me lagunën. Këto ka si sem s'ka mo. Vetëm mi se për lopë. Që ma në lopë i do gruje, për unë se du. Kjo lagunë s'ka mbajt, ha? I martove të 3, kam të 3 me kalamaj. Mitro! Ka i shkutri. Da morëm një intervist. Da marëm një intervist të shokun e tje. E rapin e gjatë. Hajde bëni një intervist tu për varaqet me këto shok tu. O rapi. Ka që ke mbledhur sot gjithë ditën? Gjithë ditën ka që pak? Gjithë ditën, moj. A rrje të jetoni vetëm duke mbledh varaqet? Manë 5-6.000 lekë. Unë me varaqen kam vetëm nga keqe vetëm për shqe, varaqe i që punon sot, ha buk sot. Me varaqen? S'ka gjë, nuk është... Jo, faleminderit. Në indeks më po marrë, se po vi po marrë 20.000 lekë, 30.000 lekë. Prisi. Dhe një kilo gjithë varaqe, po marrë 10.000 lekën, jam kënaqë ku i një shpivës. Po ti vete, hanë varaqen, apo e ke vetëm për ta shitur? Po ha varaqen vetëm, hanë pa më gruja shpi. Të lë gruja tash. Duhet ta shesësh. E do ta shesë, ka nevojë të më... Si një kokë. Po kështu zjeni për vendin, do me thënë, i keni të ndara territoret. S'ka, s'ke vendime, se në ne jemi gjithë, punojmë gjithë për një për gjithë, jemi gjithë një lloj. Mbledhja e varaqes është e kundërta e peshkimit. Nëse moti i keq dhe erat sjell në rrjeta më shumë peshq, në rastin e varaqes, është ndryshe. Fillimisht duhet të shikohet moti të mos ketë erë, të dilet herët në mëngjes, uji të jetë i pakët dhe i kthjellët,
Dhe të gjithë peshkatarët, të cilët dalin që në mëngjeserët për të zënë varaqe, punojnë deri në perëndim që të mund të krijojnë sasinë e duhur që u mjafton për të siguruar dhe të ardhurat e ditës. Çfarë do thotë ti jesh peshkatar në lagunën e Karavastas? Çfarë do thotë jesh peshkatar në lagunën e Karavastas, sa të njëjtë ish Zëmiku më të fortë në Shqipëri. Si ishte kjo? Ata kanë bashkëdaja, pyetet të botin atë. I thuaj atij, çfarë miku ke zënë ti në Tiranë, thonë çfarë lloj janë, si ke zënë me peshk mik. Po të rrejnë unë pasarën pështu. Është garantë, spese që ka, çdo lloj spese që ka kjo, laguna. Sidomos doktorata, nash luçi në Tiranë, po i the jam nga Divjaka, se shëron në vend. Ju mërzit kjo puna po? Na mërzit shumë sepse ka shumë gjëra, ka shumë pasojë, ujit të le, ka ramatizëm, ka ftohje, ka shumë, ne shikoj kërsohet ditë dorë dimës ish bër, si i shenjtur. Po pra shikoj. Varaqja nis të mblidhet në muajin mars deri në fund të verës. Kjo midhje është një nga pasuritë e shumta që kanë ujrat e kësaj lagune unike, në ekosistemin e së cilës gjenden mbi 200 lloje shpendësh, 12 lloje gjitarësh dhe 16 lloje zvaranikësh. Që nga viti 1994, kjo lagun ndodhet në ruajtje ndërkombëtare të konventës së Ramsarit. Një marrëveshje ndërshtetrore që trajton ruajtjen e ligatinave me rëndësi ndërkombëtare, posaçërisht si habitate të shpendëve të ujit. Këtu folenizon dhe pelikani kaçurel, nga më të rrallët në botë. Karavastaja, e konsideruar jo vetëm pasuri kombëtare, por dhe ndërkombëtare, ka ushqyer 10 familje divjakase, të cilët, lagunën në momente të vështira pa punësie, e kanë patur burimin e vetëm të ardhurave të tyre. Kjo lagun, deri më sot, u ka dhënë, pa marrë gjë në këmbim. Varaqja, midhja e vogël, e fshehur nën rër, është një nga dëshmitë e dëmit që është bërë kësaj lagune të mrekullueshme. Dikur kjo midhje gjendej me shumicë. Një peshkatar arrinte të mblidhte dhe 70 kg në ditë. Ndërsa sot, peshkatarët mezi arrin të mbledhin 2 kg për gjatë tetorëve eksplorim.